Përshëndetje shikues të nderuar, jemi në ciklin e emisioneve ëndra amerikane. E kemi qelur këtë emision me rastin e 250 vjetorit pavarësisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në këtë cikël emisionesh unë kam nderin të kem të ftuar profesor doktor Anton Lajçajin, i cili punon në universitetet më të mirë në Shtetin Bashkuar të Amerikës, UVM, që ndodhet në Michigan. Është një arritje, një sukses i madh i tij në fushën personale, por është një kënaqësi, është edhe një satisfaksion, por dhe një sukses edhe i shoqërisë mbar diasporës shqiptare, pasi vetë historia të arritur në këto nivele profesori ka bërë një rrugë të gjatë. Do të flasim për vështirësitë, për sukseset, por do të flasim edhe për eksperiencën e tij komunitare, pasi ka një veçori profesori, është akademik në institucionet e nivelit të tillë, por është edhe një njeri i thjeshtë, është një njeri jashtëzakonisht me tabanin e komunitetit, është Anton. Pra, jo gjithmonë akademik. Kjo përshtatje, doktor, është nga kultura juaj familjare, edhe sigurisht ju jeni edhe kam nderin që t'ju prezantoj si stërnipi i Prengcalit, dhe do thosha që jam shumë i privilegjuar që kam bisedë, ju kam ftuar për të sjellë eksperiencën tuaj personale në kuadër të 250 vjetorit që thash, me qëllim që çfarë keni përfituar juve nga liria, demokracia amerikane për të realizuar ëndrrën tuaj. Kemi folur së bashku shumë herë, edhe kemi diskutuar për fusha të ndryshme, por jo aq shumë kemi folur për Antonin së njeri. Jashtë këtyre titujve akademik e punës që bën juve, cili është Antoni? Rrallë parë do t'ju falenderoj sinqerisht, t'ju falenderoj për ftesën, dhe me kënaqësi e pranova ftesën tuaj, dhe vërtet puna juaj si televizor dhe si staf është një vlerë e shtuar dhe në shërbim të komunitetit tonë shqiptar jashtë vendlindjes sonë. Në fakt, unë jam në rrallë të parë bashkëshort, jam prind, jam një shqiptar, një njeri thjesht që beson shumë tek puna, beson tek nderi, beson tek dinjiteti, beson tek integriteti njerëzor dhe beson tek sakrifica e madhe për të arritur aty ku një njeri ka qëllimet. Po ashtu beson se duke punuar drejt, duke vepruar drejt, një ditë do t'i ndryshosh diku jetën. Dhe unë e ndjej veten sikur jam një njeri, pra nëse mund ta përdor një fjalë tjetër, si një vegël që ndoshta do të jem ndihmes për ndokënd gjatë jetës sime të përditshme. Pra thjesht jam një shqiptar i thjesht dhe një dashamirë i punës dhe sinqeritetit. Doktor, ju jeni një shembull që duhet merret nga të gjithë brezi i ri që keni realizuar ëndrrën amerikane, po derisa të shkojmë atje, më pëlqen modestia juaj. Ku i keni rrenjt të parët tuaj, të familjes tuaj, derisa ju filluat që shkoat në shkollat tuaja që realizuat, cilat janë ato shkolla që keni bërë para se të shkoni në Shkodër? Në fakt, unë rrjell nga një familje shqiptare tradicionale. Origjina ime është në zonën që quhet Rrafsha e Hotit. Konkretisht është një fshat i vogël i Malësisë Malle që quhet Drume. Unë aty domethënë kam lindur dhe jam rritur. Aty kam filluar edhe shkollimin e parë timin. Në fakt, familja jolle, shumë familjet e tjera shqiptare kemi pas një fat jo të mirë në lidhje me këtë pikë, sepse në vitet kur u mbyll kufiri gjithësisht në vitet 48, familja jonë u nda nga trungu i Republikës së Shqipërisë dhe 70% e antarëve të familjes ishin brenda kufinit, kurse pjesa tjetër e jona ishim jashtë, ndërkohë që edhe babai im në fakt me prindë gjallë u rrit jetim, sepse nana i vdiq e re, babai, domethënë beti brenda
Republikës dhe u rrit dhe u martua, kishte familje, s'kishte fatin asnjëherë t'i shoh me. Pra, fëmijëria jonë ka qenë një fëmijëri modeste, sikurse të gjithë bashkëmoshatarët tonë, dhe mund të themi ka qenë një harmoni jashtëzakonshme, sepse ne nga prindërit merrnim ato virtytet më të mira njerëzore, neve na mësonin se si të punonim drejt, se si të bashkëpunonim dhe të duanim njëri tjetrin, si të ndihmojmë njëri tjetrin, si të respektohet puna, si të respektohet familja, si të krijohet dinjiteti dhe karakteri njerëzor, dhe se si të behemi një person që neve mund t'i ndihmojmë dikujt dhe mund t'i ndryshojmë jetën dikujt pozitivisht. Unë gjatë jetës time bashkë me familjen gjithësisht, motra dhe vëllezërit, kishim edhe një fatkeqësi sepse fati deshti që ne mbetëm pa prind në moshën kur unë kam qenë 13 vite e gjysmë, vllai i madh ishte 21 vjeçar, kurse motra më e vogël ka qenë 3 vjeçare, pra nana jonë në moshën 41 vjeçare, shumë tre ishte edhe baba, edhe nan, e 6 fëmijëve, në një vend ku kushtet nuk kanë qenë aq të volitshme, dhe duke patur parasysh se edhe si familje nuk ishim edhe në sy të mirë të shtetit, sepse, siç e thash edhe më parë, një pjesë e madhe e familjes ka qenë brenda kufinit, dhe neve përndjekshim për familjarët që i kishim brenda Shqipërisë, kurse ata i përndjekshim për familjarët që i kishin jashtë kufive administrativ, edhe pse i takonim trojeve shqiptare të Shqipërisë etnike. Por megjithatë, kjo breng, domethënë, na ka përcjell, edhe na përcjell deri në ditët e sotme, por puna e palodhshme e nanës tonë dhe sakrifica e saj, domethënë, e pa jashtëzakonshme, që në moshë të re ajo sakrifikoi vetveten, sakrifikoi të armën e saj, vetëm për të na plotësuar të gjitha kushtet tona dhe për na ofruar shkollim, kushte sa më të mira. Por në anën tjetër, neve jo vetëm se u mësuam, domethënë, nga vështira me rastin e humbjes së babait ton, por neve edhe mësuam se si të dalim nga ajo, domethënë se si të ecim përpara dhe si ta shohim jetën përpara. Dhe kjo fatmirësisht na ka bërë edhe më të fortë, sepse neve fillom që në moshën shumë të re, domethënë, të marrim përgjegjësi, të ruajmë njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe kështu të rritemi si një familje shumë e lidhur me njëri tjetrin, dhe që nga atëherë dhe sot e kësaj dite ashtu dhe vazhdojmë të jemi, dhe dua vërtet ta them dhe t'i falenderoj edhe vëllezërit edhe motrës, sepse deri në këtë ditë neve nuk i mbajmë mend ndonjë fjalë të keqe njëri tjetrit, dhe gjithë jetojmë me respekt ndaj njëri tjetrit. Dhe duke u rritur normalisht erën edhe ditët e para të shkollës, sepse babai im më kujtohet, ai nuk ka pas mundësi, domethënë fatin që të shkollohet, për arsye sepse ai ka ngel jetim, që në moshë të re po ashtu, dhe po ashtu ishte edhe, domethënë, jetim pa maman, dhe më vonë edhe pa babain, sepse babai mbeti brenda kufive etnik. Domethënë, në klasën e parë, unë u regjistrova, domethënë sikurse bashkëmoshatarët e mi, shkojmë në shkollë, kishim shkollën 4 vjeçare në fshat, pra ajo pjesë ku ka qenë shkolla quhet Raz, dhe në një farë mënyrë mund ta quaj edhe pa fat, mas 3 muaj shkolla mori flak, dhe neve mbetemi pa shkollë. Ishte me të vërtet një brengosje edhe për ne si fëmijë, sepse mendonim si të rinj çfarë fati pas kemi ne, sepse shkolla tjetër ishte shumë larg, dhe pastaj më mbend se mas një kohësh jo të gjatë, neve na zhvendosen në një shtëpi private, ku neve, në fakt, 4 vitet e para të arsimimit, unë e kam kryer me bashkëmoshatarët e mi në një shtëpi private, në një llom, ku së bashku me familjarët hynim për një derë dhe kishim oborrin e tyre, kishim edhe qendër sportive, livallet e tyre që shpeshherë ndoshta shkelnim edhe atëherë kur nuk ishte koha, sepse normalisht aty ruhej çdo pëllam tokë,
por vërtet dua nga ky vend t'i përshëndes, edhe t'i falenderoj edhe pronarin dhe familjen e tij që është Rok Toma Junçaj, me bashkëshorten, me nanën dhe me fëmijët, kishte edhe 3 fëmijë, dhe që vërtet na kanë prit, na kanë nderua, kanë nda kafshatën e gojës me ne, dhe nuk ekziston ndonjë ditë që ata mos na kenë llorua ndonjë karamele apo ndonjë kafshat bukë, sepse na trajtoshin si fëmijët e tyre. Pra, këto kanë qenë edhe sa të vështira, kanë qenë jashtëzakonisht të ditë të bukura të fëmijërisë, dhe domethënë ato 4 vitet e para unë i përfundova në shtëpinë e Rok Tomës Junçaj, në llomin e tij ku ai edhe ishte martuar, më vonë u bë klas, dhe pastaj me kalimin e kohës, mbas përfundimit të klasës së 4-rt, unë kalova në Tuzë, sepse në Tuzë ishte shkolla që vazhdonte, domethënë nga klasa e 5-8 dhe kështu me radhë edhe gjimnazin. Dhe domethënë vazhdova domethënë shkollimin edhe 8 vjeçar edhe gjimnazin në Tuzë me bashkëmoshatarët e mi. Ju jeni doktor profesor i matematikës. Në cilën kohë ju lindi dëshira, e keni talent, në një trashëgimni, si e sillni këtë? Pra është një profesion, një shkencë për cilën kam e pyetje të tjera. Në fakt, unë jam një njeri që kam qenë kurioz gjithmonë, domethënë edhe shpesh bëj shumë pyetje. Këtë kuriozitet e ka zbuluar në radhë të parë me mësuesi im i parë, që shfrytëzoj rastin ta përshëndes, ai akoma jeton, Kol i Vezaj, ai ka qenë mësuesi im i parë, njëkohësisht ka qenë edhe një kushëri nanit timës, pra unë e kam si daj ata, dhe ai domethënë ka qenë jashtëzakonisht një mësues i jashtëzakonshëm. Ka qenë një edukator i papar, sjellja e tij me ne, domethënë unë e mbaj mend, ka qenë një mjeshtër i futbollit, e mbaj mend ai luante futboll me ne, ishte në çdo aktivitet ishte me ne, ulej në nivelin ton vetëm ne vetë. Dhe ai vërtet ka qenë domethënë person i parë që më ka majnë domethënë diskutuar, kem diskutuar, dhe unë si fëmijë nuk e dija në fakt, vetëm thjesht isha kurioz. Ai e vente re se unë qëndroja më shumë me problemet, kërkoja më shumë, shpeshherë më jepte më shumë, dhe ai biles një ditë më tha, ty edhe një kushëri timen, për cilin do të flas më vonë, do ju kalojnë nga klasa e parë në të tretë. Edhe ne edhe qeshem, bile një farë mënyrë mendoja se kur po e bën me shaka, sepse kishim edhe lidhje gjaku si daje nip, por megjithatë ai vërtet punonte shumë me ne. Unë duhet të theksoj se sado që unë e kam dashur matematikën dhe jo vetëm matematikën, edhe shkencat, edhe fizikën, biologjinë, gjeografinë, këto kanë qenë shkencat matematiko-natyrore, kanë qenë që unë kam paprirje më shumë, por duhet të theksoj se gjatë rrugtimit tim, unë nuk kam qenë, domethënë, vërtet kam qenë me sukses shkëlqyeshëm edhe kështu me radhë, por unë duhet ta përmend një emër të një kushërisë time që neve kemi qenë në shkollë nga klasa e parë deri në 12. Ajo ka qenë super talent i lëndës matematikës. Ajo sot është, për të cilën dua ta përshëndes, Tole Lajçaj, tani ka qenë martuar Gjekaj, edhe është martuar Gjekaj. Ajo është këtu inxhiniere, domethënë punon sa diun pranë departamentit të mbrojtjes, dhe ka qenë i jashtëzakonshme në matematikë. Shpesh na vente në konkurrencë, por unë e pranoj se ka qenë shumë më mirë se unë, ka qenë shumë më talente, dhe ka qenë edhe punëtor i jashtëzakonshme. Biles më kujtohet gjatë shkollimit 8 vjeçar dhe të mesëm, arsimtarët dhe profesorët neve na jepnin detyra shtëpie gjatë pushimeve, për shembull dimërore apo verore, dhe neve në farë mënyre kishim një ngarë se kush zgjell më shumë probleme. Domethënë numri ka qenë, tani e mbaj mend, ka qenë 1385, që Tolja kishte 1385, kisha dikun te 1250 kështu me radhë. Pra ajo gjithmonë ka shkëlqyer më shumë dhe ka qenë vërtet edhe është talente e jashtëzakonshme. Dhe më vonë në klasën 8 vjeçare, gjithsesi gjatë shkollimit nga klasa 5 deri në klasë 8, kam pas fatin ta kem edhe një arsimtar
tjetër të matematikës, që quhet John Boyaj, është ka qenë arsimtari imi dhe ai në fakt ishte njeni që i shtoi asaj që mësuesimi i parë e kishte filluar. Vuni re që ndoshta jam shumë interesuar, edhe isha shumë kurioz, bëja pyetje, ndoshta për fillim ju dukta i bezdishëm nga pyetjet që e bëja, por më vonë domethënë mbetëm shok dhe më përkratë shumë dhe pastaj edhe më zgjolli domethënë të merre pjesë në gara domethënë edhe komunale, edhe republikane në Lëndën e matematikës, ku shpeshherë jam nda mirë edhe aty, dhe ai vërtet ka qenë lesht, tani është i pensionuar, por ka qenë një mësimdhënës i matematikës jo aq shumë teorik, por ka qenë shumë praktik. Domethënë ato konceptet matematikore i përkthente në shembuj praktik të jetës përditshme dhe ato ishin shumë më tërheqëse për ne si nxënës dhe akoma u thelloshin më shumë. Dhe më vonë, domethënë kur kalova në gjimnaz, gjimnazi ka qenë jo i përgjithshëm për ne. Neve automatikisht kaluam në drejtimin matematiko-natyror, ashtu ka qenë dega dhe në një farë mënyrë aty u përzihen nxënësit më të mirë, domethënë të atëherë të zonës së Tuzit, Malësisë, të cilët kishin prirje për shkencat matematikore, për shkencat natyrore. Aty me të vërtetë ishte konkurrencë shumë e madhe. Normalisht ka pas edhe të tjerë nxënës që ishin vërtet të mirë, por prapë duhet të theksoj se aty Tole Lajçi shkëlqente domethënë më shumë se gjithë, qofse neve ishim A, ajo ishte A+, dhe aty kishim një profesor shumë të mirë, ka qenë Gjergj Berishaj, vërtet ka qenë një njeri që ka pas një metodik të jashtëzakonisht mirë, domethënë mësimdhënies dhe ka pas një disiplinë domethënë punet. Po ashtu kam pas edhe një profesor timin më vonë ka qenë koleg, profesorin e fizikës Gjelosh Gjokaj, sepse unë fakt përveç matematiket që kam si primare, unë sekondare kam diplomore edhe fizikën, dhe ai ka ndikuar jashtëzakonisht shumë, domethënë në përqendrimin dhe përcaktimin tim si në degën e matematikës dhe fizikës, por ama në matematikë shumë më shumë. Më mirë se nga juve s'kam ku ta marrë përgjigjen. Si e kishte emrin dhe si e ka gjimnazi dhe pse e ka marrë atë emër? Gjimnazi ku unë kam mbaruar dhe sot e kësaj dite e ka emrin 25 maj. 25 maj domethënë është një datë ideologjike që ka koinciduar dhe qëllimisht me stadion ka marrë atë emër në përputhje me ditëlindjen e Titos, gjë që unë nuk mendoj se i shkon ai emën as atëherë dhe as sot, edhe pse gjatë kohës që kur unë isha në Malësi, unë kam punuar për 9 vite gjysmë në atë gjimnaz, domethënë afër 10 vitesh, dhe vërtet kemi bërë iniciativa disa herë, edhe si kolektiv, edhe si drejtori, për të ndryshuar, por fatkeqësisht në gjë tillë nuk e ndryshoi akoma. Pra gjimnazi 25 maj në Tuz. Cila ishte ëndra juaj dhe a realizoheshin ëndrat tuaja të rinisë shqiptare në atë kohë që ishin në Jugosllavi? Në fakt, ne si gjeneratë jona, që kemi qenë 73, 74, 75 lindjes, nuk kemi qenë edhe gjenerata aq me fat. Arsyeja pse është sepse neve ishim me matura 91. Domethënë, unë kam mbaruar gjimnazin në vitet 90-91 dhe në atë kohë kur neve mbaruam, ka qenë një krizë jashtëzakonisht e madhe, domethënë edhe politike, edhe ekonomike, sepse aty fillojnë luftrat, domethënë i Jugosllavi, dhe ishim në një ullkryq që është vërtet fatkeqësi që një numër jashtëzakonisht i vogël i gjeneratës tonë ka vazhdo shkollimin. Arsyeja ka qenë vetëm këto kushte, domethënë gjendja, situata jashtëzakonisht e keqe dhe ishte domethënë një vullnet dhe një guxim jashtëzakonisht i madh për ne si gjeneratat që të marrim hapin për të vazhduar domethënë studimet. Në atë vit ishte domethënë në kohën në moshën tonë neve ishim 18 vjeçar, neve na kërkoi të shkonim në shërbim ushtarak, në vend që të vazhdonim studimet, neve na kërkoi domethënë me do mos edhe me përshpejtim, sepse lufta ishte në
në të gjitha anët, dhe gjenerata jonë, si që thash më parë, pra brezi jonë, kërkonte të shpëtonte edhe kokën, dikush lëvizte, domethënë ikte nga vendi, dikush vazhdonte domethënë shkollimin. Unë personalisht isha regjistruar në Universitetin e Prishtinës, dhe ne prisnim domethënë që në tetor, sepse atje fillonin domethënë universitetet semestrin në tetor, të hapej domethënë në universitetet dhe të vazhdonin studimet. Fatkeqësisht ajo nuk ndolli, pra me një urdhër të pushtetit atëhershëm të Miloševićit, u ndërprej domethënë puna e universiteteve dhe shkollave, pak kohë më vonë domethënë kalon në shtëpia, siç e dim mos të përsëris, dhe ajo që ka ndodhur edhe më e keqe, në vend që unë prisja të vazhdoja studimet, ata me përndjektin të shkoja në shërbim ushtarak të detyruar, edhe arsyeja e vetme që unë ndoshta në një farë mënyrë, edhe pse me rrezikoj jeta, ishte sepse ai ishte detyruar, dhe ishte kushti për të patur mundësi të qëndrosh në vendlindje. Dhe ëndra ime ka qenë gjithmonë të qëndroj në vendlindje, të kontriboj në vendlindje, dhe aty domethënë ta jap maksimumin. Pra kjo ka qenë ëndra ime më e madhe, por mirë thot ajo fjala, kur mos thuaj kurrë, sepse nuk i dihet domethënë jeta dhe rrjellat e jetës domethënë mund të ndryshojnë në një kohë shumë shkurtër, atëherë kur mas paktit e pret për ndoshta më shumtit ka nevojë. Doktor, ata personat që njohin nga afër, por edhe shikuesit që ju dëgjojnë, edhe unë vazhdimisht kam shumë takime me juve, ju dukeni se kur keni lindur dhe jeni rritur në Tiranë. Qoftë nga sjellja, qoftë nga kultura, edukata, nga e folura, pra këtë përshtypje të lini. Po, faleminderit. Unë me shumë kënaqësi, domethënë e them. Se më fal, e mora Tiranën, të mos E ofendojnë. kuptoj. Qytetet e tjera, Korça, Shkodra, e Vlora, po e mora si qendër që Bane shumë mirë që more Tirana është kryeqyteti. mora si qytetarin më të Është kryeqyteti, avancuar. ja, kryeqyteti i gjithë shqiptarëve, dhe unë e vlerësoj jashtëzakonisht Tiranën dhe Tirancën dhe çdo shqiptar në çdo troje, çdo cep të trojeve shqiptare. Ajo që mua, domethënë, kam pas një busoll ose një udhërrëfyes në jetën time, ashtu jam edukuar në familje, e them më parë se kam edhe rranjë, domethënë, jam pasar gjithësisht stërnipi një atlletarit jashtëzakonisht shquar në zonën e Shqipërisë së Veriut Prengcali, dhe po ashtu jam stërnipi marrëzhdoks, i cili ka kënë ndër të paret që ka fillua kryengritjen e malësisë në rrafsht e Hotit, e kështu me radhë. Pra edukata familjare, jo unë si Anton, sepse ndoshta unë kish marrë një drejtim tjetër, por edukata familjare dhe rrethi që kam jetuar na ka mësuar që neve të respektojmë, domethënë, vendin, të respektojmë gjuhën tonë, të respektojmë kombin tonë. Unë do ta them edhe një gjë, më vjen shumë kezë dhe seriozisht më vjen për të vjellur kur ndëgjoj domethënë thënie dhe thashë themje, jo ky dialekt, jo ai dialekt, jo kjo zonë, jo ajo zonë. Për mua ka vetëm shqiptar, dhe Shqipëria është e gjithë shqiptarëve, dhe neve vërtet kemi dialekte, kemi të folme, të mëdha që ato vetëm janë pasuri e gjuhës tonë, dhe gjuha jonë, domethënë, shqipe është pasuria më e madhe që neve kemi si kombë, për çka dhe neve mund të mburremi. Dhe unë kam pas fatin, ta them sinqerisht, jo se kam pas fatin, por në një farë mënyrë kam kërkuar fatin, kam kërkuar përmes edukatës familjare. Pse kam kërkuar? Sepse unë Podgoricën e kam pas, domethënë, 4-15 kilometra, edhe universitetin e kam pas poshtë aty. Edhe gjuhën serbo-kroate, që është quajtur, e kam njoh shumë mirë, ndoshta jo më pak se sa gjuhën shqipe, pra gjitha mundësitë i kam pas ashtu, por jam rritur në një frymë familjare atletare që neve duhet të kthejmë drejtimin dhe mendjen dhe zemrën ka Shqipëria jonë. Kam pas fatin që kam studiuar në Shqipëri, pikërisht në Universitetin Luiq Gorakuqi në Shkodër, dhe aty akoma më shumë jam brumos në frymën e atletdashurisë, akoma më shumë, domethënë, jam thellua edhe në studimin e historisë kombëtare, dhe vërtet jam jashtëzakonisht i lumtur. Po ashtu
para se kam emigrua, unë faktisht vazhdova gjithsesisht, fillova vazhdimin e studime për master në Tiranë dhe Tiranë kam shkuar shumë shpesh, edhe kam gjatë kohë studimeve edhe kam miq të shumë domethënë atje dhe thjesht ajo që më ka ndihmua të jam ky që jam ka qenë domethënë i themi ne të jesh me këmbë në tokë dhe kam provuar çdo herë duhet që të jem me këmbë në tokë, ti shoh gjanat reale dhe ti përjetoj reale, ti përjetoj ashtu siç janë. Kjo është domethënë kënaqësia më e madhe që unë si Anton jam thjesht një shqiptar që dua Shqipërinë jashtëzakonisht dhe edhe pse ndoshta nuk e kam atë mundësi të kontriboj aq sa meriton vendi im të kontriboj, por unë e kam në zemër dhe e trumbetoj, e mundom të trashëgoj edhe tek fëmija mi që ajo është domethënë diçka që ne asnjëherë nuk duhet ta harrojmë. Të falenderoj shumë, e di që ke përfituar nga Shqipëria, sigurisht tërë kemi përfituar, por e di që edhe i ke dhënë dhe jep shoqërisë sot. Në cilat rrethana juve u nisët drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës? Dhe si kujtoni atë periudhë? Periudha, domethënë koha që unë kam ardhur këtu ka qenë viti 2007. Mund të them se vendimi më i vështirë në jetën time ka qenë vendimi për të ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të them sinqerisht, kam kaluar nete pa gjumë shumë, sepse në një farë mënyre ky vendim deri diku nuk ka qenë në pajtim me bindjet e mia, nuk ka qenë pajtim me qëndrimet e mia, nuk ka qenë pajtim me ëndrat e mia, dhe po ashtu nuk ka qenë pajtim as edhe me anëtarët e familjes, sepse çdo gjë që kam bërë, që kam punuar dhe kam vepruar në malsinë e madhe, unë domethënë e kam bërë vetëm me qëllimin që të qëndroj atje, që të jetoj atje dhe të kontriboj atje, sepse unë kisha mundësi të vi në Shtetet Bashkuara të Amerikës në moshën 23 vjeçare, kur kisha përfunduar studimet universitare dhe në atë kohë domethënë të filloj jetën në Amerikë, sepse erdha si vizitor, domethënë fillmas diplomimit 5-6 muaj domethënë që kisha filluar punë, unë erdha si vizitor këtu dhe herë mas here kisha ardhur. Por siç e thash, nganjëherë shumë gjëra nuk janë në dorën tonë, janë rrethana të ndryshme të cilat të diktojnë të ardhmen dhe ai vendim ishte jashtëzakonisht i vështirë. Ishte jashtëzakonisht i vështirë sepse unë nuk isha i ri kur erdha në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kam qenë 34 vjeçar kur kam ardhur, kam qenë prind i 2 fëmijëve me bashkëshorten time dhe me nanën dhe përfundimisht kishim vendosur domethënë të vijmë këtu, por nuk kishim vendosur akoma, nuk e dinim se a do qëndronim në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Fatmirësisht vllai im, që vërtet duhet ta përshëndes dhe ta falenderoj sinqerisht me bashkëshorten e tij dhe me djalin pra Pjetër Kola Lajçaj, me bashkëshorten Lilian dhe djalin e saj Kristoferin, na pritën këtu sepse kishte domethënë hap dyert e shtëpisë dhe familjes për të na pritur ne dhe neve erdhëm domethënë me gjitha kushtet këtu dhe nuk i kishim ato krizat e një mërgjimtari që nuk din se ku do vendoset, apo atë problemin e letrave, sepse neve në fakt fitom një lotari, që quhet Lotaria Amerikane, që në zonën tonë pak njerëz kishin njohuri në fakt për ata, po edhe kjo ka qenë thua sikur hajt po e baj sepse nuk do të ndodhë, domethënë po e luaj. Ishte një formular shumë i shkurtër dhe shumë i thjeshtë online dhe mas nejse 6 muajsh erdhi përgjigjja e parë, pastaj përgjigjja e dytë dhe kështu me radhë. Kur erdha këtu, në fakt ditën e parë, nesër në fakt kur mrina, ka qenë data 31 janar 2007 dhe të nesërmen ishte ditë e hanë, dhe unë në fakt më mbuloj një mall i jashtëzakonshëm, sepse ishte dita kur unë duhet të shkoja në punë, ku nxënësit domethënë të më prisnin, dhe shija domethënë dola jashtë pash, ishte një shkollë aty afër pranë, dhe kisha një mall të jashtëzakonshëm. Por megjithatë, nëse don ti rrefej edhe detalet, mund të rrefej, po vërtet kanë qenë emocionuese, sepse të vish në një mes
ku nuk e njeh gjuhën, nuk e njeh historinë, nuk ju njeh traditat, nuk ju njeh as ligjet, domethënë një vendi është vërtet një sakrificë jashtëzakonisht e madhe. Dhe fillimet kanë qenë... Si përballove ti këto? Unë, siç e thash, ndihma kryesore ka qenë mbështetja, domethënë ka qenë e vllait tim me familjen e tij, që çështjen financiare dhe domethënë sa i dokon akomodimit, qëndrimit, ushqimit, e furnizimit dhe kështu me radhë, unë nuk e kisha, domethënë problem, as nuk e mendoja, sepse ai vërtet bani çdo gjë që ne të ndihemi si mbretër, domethënë, gjatë gjithë kohës që ishim aty dhe qëndruam aty. Por ajo që më mbrengoste ishte se domethënë e gjithë ajo energji, e gjithë ajo punë që unë kisha dhe jo vetëm unë, po së bashkut me familjen time, me vëllezërit dhe motra, sepse neve në jetë kemi punuar si një grup, si tim. Çdo herë që ka pas një nevojë për tjetrin, neve domethënë jemi bashkangjitur dhe kemi ndihmuar njëri tjetrin. Si jeni si vëllezër e motra jeni këtu të gjitha apo jeni gjysma këtu, gjysma në Malsi? Ne jemi 3 me 3, 3 djemë dhe 3 vajza, unë jam djali i tretë. Vllai i madh ka mbaruar kimin dhe fizikën në Prishtinë, ai jeton në Gjermani, dhe vllai i dytë, domethënë, ky ka qenë në shkollën e tregtisë dhe shërbimit, domethënë jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë domethënë këtu kam një motër që jeton këtu dhe 2 motra i kemi të martuara me familje në vendlindje. Domethënë të gjithë vazhdojmë jetën normal, të gjithë fëmia duke u rritur, duke u shkolluar, por ajo që na brengos jemi të ndarë në 3 shtete. Jemi domethënë 3 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe 3 në Evropë. Edhe ishim aty tek përshtatja juaj me kulturën dhe sidomos me sistemin arsimor amerikan. Matematika është një lloj kudo, por kultura, komunikimi, sistemi janë ndryshe. Si përballuat? Kjo ka qenë, ishte domethënë ndoshta ai mali më i lartë që duhet ta ka përceja, por ajo që më ka ndihmuar në jetë ka qenë vullneti i madh, edhe ka qenë durimi. Unë pa u nis këtej e dija se ka probleme, në të kuptimin e fjalës, domethënë duhet sakrificë e madhe, duhet punë e madhe, duhet kurajë e madhe për të. Ajo problemi më i parë që unë u përballova ishte gjuha. Domethënë që ndoshta ditët e para unë u regjistrova për të mësuar gjuhën angleze. Dhe pastaj ishte procesi i vlerësimit diplomës, që këtu e quajnë evaluation, sepse vetëm për të kyçur këtu në sistem, domethënë duhej të bëhet vlerësimi i diplomës. Vlerësimin e diplomës, domethënë, e fillova, është një agjenci e licencuar amerikane, që domethënë në fakt është edhe botnore që mund të quhet Board Education Service në New York, dhe aty fillova domethënë hapat e parë procedurës për të bërë domethënë vlerësimin e diplomës. E gjithë kjo vlerësimi i diplomës në farë mënyrë nuk mori shumë kohë, sepse procedurat ishin shumë të shpejta dhe diploma u vlerësua në fakt 100%. Biles kisha akoma kreditet lëndës matematike më shumë se sa alle kërkonin këtu për këta. Por ajo që duhe ishte sepse neve duhet të certifikohemi, domethënë këtu e quajnë Michigan Test for Teaching Certificate. Çdo shtet i ka atë testin e vet që inkuadrohet, domethënë hyn gjuha, lënda e matematikës, ligjet, historia amerikane kështu me radhë. Pra janë 4 provime, atëherë kanë qenë se her pas here ndryshojnë. Dhe unë faktikisht mas 2 vitesh i përfundova të gjitha këto, domethënë edhe mësimin e gjuhës. Normalisht se gjuha mësohet me vite, por aq sa më duaj, i kalova ato provime dhe filmas, domethënë jo pak se 2 vite, mora edhe certifikatën dhe isha gati për të dalë në punë. Ajo që prap isha i pafat, ndoshta në farë mënyrë sikurse
gjenerata 91, kohë luftët isha, sepse këtu në Michigan ishte një krizë e madhe, 2007-2008, që njerëzit, shpërnguleshin nga Michigani, numri i nxënësve, zbritste, dhe pastaj nuk ishte aq kërkesa për të punësuar. Pra mori edhe pak kohë, ja 2 vite të tjera, dhe pastaj unë kisha fatin e mirë që unë jofa me 2 shqiptarë të mirë, duhet t'i falenderoj për përkrahjen dhe për ndihmesën, sepse në ato momente të duhet dikush që të drejtoj, dhe ajo është profesori shumë i nderuar dhe miku im i përjetshëm, zotnia Altin Zaloshnja, që atëherë ishte në departamentin e gjuhës angleze në Eureka Community Schools, dhe është profesoresha shumë e nderuar dhe është një majnësore dhe një edukatore e jashtëzakonshme që fatkeqësisht komuniteti shqiptar nuk e din edhe aq shumë për ta. Është një edukatore e shquar, Rozë Sinishtaj, e cila është profesoreshe e gjuhës angleze po ashtu në Eureka. Pra, këta kanë qenë 2 njerëz, të cilët në një farë mënyre më kanë përkrahur në momentet në ditët e para kur unë hyra në sistemin e mësimdhënies, dhe ata më kanë përkrahur duke më dhënë udhëzime për shumë rregulla që ndoshta unë kisha ndëgjuar, apo s'kisha ndëgjuar, kisha mësuar, apo nuk i kisha mësuar, apo i kisha përvetësuar, apo jo. Dhe vërtet, kanë qenë njerëzit të cilët i mbajnë mend për të mirë, në rrugtimin tim. Me njëherë, mas që kam filluar të punoj, të japim mësim këtu në gjimnaz, në farë mënyrë unë ndjeva më i relaksuar, më i qetë, dhe ata që kërkojnë nga unë ishte balancimi i familjes, Anton, familje punë, dhe punë studime, sepse unë i kisha vënë qëllim vetit që të vazhdoj studimet, dhe me njëherë mbas kohë shumë të shkurtër, unë automatikisht u regjistrova në Wayne State University për të vazhduar për master në radhë të parë. Pra isha me kohë plot, nuk isha part-time, po me kohë plot, para ditet deri në orën 2:40, 2:45, në orën 3 delja nga puna, në orën 4:30 kisha orë, ligjeratat, dhe këtë punë e kam bërë, masi mora, u diplomova për magjistraturë, gjatë kohës që isha duke përfunduar magjistraturë, u regjistrova për doktoraturë dhe vazhdova studimet edhe aty, dhe faktikisht diku 5 vite e gjysmë isha përveç familjar, punëtor, dhe isha edhe student. Dhe vërtet kanë qenë ditë dhe net pa gjumë, kanë qenë momente ndoshta shumë stresueme. Unë e di, bile duhet ju kërkoj falje ndjes edhe familjes time, sepse ndoshta edhe në momente janë që nuk ke mundësinë ta shpresh atë dashurinë për fëmijët aq sa duhet, ose për familjen tu jesh afër, aq se shpeshherë ata kur u zgjoheshin me shkon në shkollë, unë isha në punë, ose kur u kthesh ata ishin në gjumë, gjatë kohës që unë qëndroja duke studiuar e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto kanë qenë, sakrifica të mëdha, por asgjë nuk është krahasuar me kënaqësinë e realizimit të qëllimeve, sepse njeriu në një farë mënyre i vën vetes qëllim, dhe atë qëllim që unë ja vura vetes, edhe kolegët e mi që më kanë njohur mbrapa, unë ju kam thënë ose do t'i hyj rrugës time të arsimit, sepse besoj se arsimi është fuqia dhe është një element më i madh dhe më i fortë i njerëzimit për të drejtuar në rrugën e dur, për të çuar në dijen dhe diturinë që duhet. Dhe unë i kam vënë një detyrë vetes, i patavu që nëse nuk mund të realizoj, do kthehem përsëri mbrapa. Ndoshta më mirë ishte të kthehem mbrapa. Dhe kështu pastaj vazhdova, kalova punësimin nga gjimnazi në për universitet e kështu me radhë. Doktor, cila ka qenë sfida më e madhe gjatë rrugëtimit tuaj akademik, pra për arritur titullin akademik? Një sfidë, gjithsesi një çështje që ka qenë ndoshta
Ka pengosh shpeshherë është se nuk kam pas kohë t'ju luroj familjes aq kohë sa vërtet ata kanë meritua. Unë vërtet do t'i falenderoj nanën time që jeton me ne këtu, do t'a falenderoj edhe bashkëshorten time që me kanë përkraj jashtëzakonisht dhe ata kanë ditë se kur kanë mundësi të flasin me mua dhe kur nuk kanë mundësi të flasin me mua në kuptimin e fjalës. Kur kam qenë unë i nxanë, domethënë me studime dhe me punime, ata vetëm thjesht më kanë nejë gati edhe me ushqime, me çdo gjë, thjesht unë kam qenë një farë mënyre si mysafir në shtëpinë time. Por normalisht jo duke mos i hillur ma shpine sepse atë kujdesin, edhe pse s'kam qenë ndoshta ndonjëherë prezent, kujdesin dhe drejtimin e familjes jam munduar ta mbaj sepse familja për mua është gjëja më e shtrenjtë. Çdo të thotë për ju, doktor Lajçaj, të punosh në universitetin më të mirë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në UVM? Të punosh në universitet është një nder, por është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. E them është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe sepse ti jo vetëm se je një mesimllans aty, jo vetëm se je një ligjërues, pra para vetes nuk ke vetëm student, aty ke inxhinierët e së armës, ke mjekët e së armës, ke avokatët e së armës, ke domethënë e gjithë trurin dhe elitën gjithësisht, ti je pjesë e formimit të një gjenerate që të cilët duhet të kontribuojnë për këtë vend, ose edhe më tej. Dhe përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe. Pra aq sa është nder, është vërtet përgjegjësi. Dhe çdo ditë që unë dal nga shtëpia dhe nisem për në punë, gjithmonë mendoj të gjej diçka ndryshe sot që të ndikoj sadopak tek një student në ndryshimin pozitiv të jetës tij ose ndryshimin pozitiv të perceptimit të mënyrës të jetuarit ose të mënyrës së mësuarit, dhe të mënyrës se si ta zbatoj ata çfarë mëson. Pra, është vërtet një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Pse matematika është kaq e rëndësishme, jo vetëm për sistemin arsimor, por edhe për jetën? Si kufizoni ju matematikantët rëndësinë e saj? Fillimisht në vitet, domethënë mësimit fillor, 4 vjeçar, 8 vjeçar, derisa kam filluar në vitin e parë gjimnaz, që këtu është klasa e 9, e kam pasi një landë si të gjitha landet, me duke se ishte pak ma interesante, por për mua ishte duke edhe ma lehtë se të tjerat. Është çuditërisht, në atë kohë historia ka qenë për mua ma mizere se sa vetë matematika, sepse ndoshta ka qenë edhe një shkak tjetër se historinë neve mësonim të popullit huaj ku shqiptarët na quhenin si të rendit të dytë. Por megjithatë, unë duhet të them këtë. Nuk është se unë e pëlqej matematikën dhe nuk është se vetëm se unë e dua, por unë mendoj se matematika të mëson në një farë mënyre të logjikosh më shumë, të gjykosh më mirë, dhe të formon si njeri më të drejtë, sepse ai që merret me matematikë, për shembull, nëse don të vërtetosh një teorem, don të zgjidhësh një problem, ti duhet kohë, duhet përkushtim dhe duhet të kesh durim. Shpesh herë mendon se je në rrugën e drejtë për ta zgjidhur një problem, dhe shpenzon orë, ditë, javë, dhe nuk arrin deri tek zgjidhja, dhe në një farë mënyrë ai nuk të lejon të dalësh nga e vërteta. Dhe si e tillë, ajo vjen edhe e pjeket me karakterin tënd, dhe mua më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë që të krijoj dhe të formoj karakterin tim si një njeri, domethënë, që e besoj të drejtën, që një njeri që punon me integritet, integritetin, domethënë, kuptimin e mirë të fjalës, që të bash punë të mira, edhe atëherë kur mos ti jesh në vëzhgim, dhe shoh se matematika është bazë çdo shkence, është bazë e shkencave mjekësisë, është bazë e shkencës informatikës, shkencave biokimike, është bazë e shkencave elektronikës e kështu me radhë. Pra, në çdo hap, në çdo vend, dhe çdo gjë që neve përdorim gjatë jetës, aty ka matematikë. Dhe në një farë mënyre, kjo ka ndikuar pozitivisht për
formimin tim personal dhe profesional dhe për formimin tim si karakter dhe ai që jam sot. Doktor, shumë të rinj kanë frikë nga matematika. Cila do të ishte këshilla juaj? Është shumë e vërtetë, dhe vërtetën vjen shumë keq që kjo ndodh. Këtë e kam përjetuar unë. Shpeshherë mua kur u regjistrova gjithësisht për studior për matematikë, shumë njerëz më thonin o ta po çmendesh, ta po t'ikin flokt, ta po ban kështu, ta po ndoll kështu. Unë duhet të them kështu. Matematika është një shkencë që nuk mjafton talenti, aty duhet vetëm thjesht punë dhe durim. Nuk është e nevojshme që të kesh talent aq shumë, por duhet, sepse edhe po të kesh talent dhe mos ti mbështetesh punës, domethënë ajo është domethënë rezultati është zero. Unë i sugjeroj prindërve, sepse prindërve dhe mësuesve, mësimdhënësve, asnjëherë nuk duhet gjykuar asnjë lend. Pra, të gjitha lendet që i ofrohen nxënësve tonë, që nga klasa e parë deri në 12, domethënë në një farë mënyre ato e kanë vlerën e tyre. Matematika nuk për mendimin tim, nuk është lendë vështirë, thjesht vetëm duhet pak durim dhe duhet, domethënë, pak përkushtim. Një matematikën ka qenë quhet Ahmes, ka pas thënë në një shkrim, ka pas lënë një thënie që thotë unë thot nuk jam i shquar thot se e njoh ose se njoh mirë matematikën ose se jam matematikan i mirë. Unë ndoshta mund dalloj nga të tjerët sepse qëndroj më shumë me problemin. Pra, qëndrimi më shumë në tavolinë pak më gjatë për të punuar, për t'i përkushtuar lëndës matematikës, domethënë e bën që një nxënës edhe ta alluroj më shumë, edhe ta duaj më shumë, sepse neve në algebër shpeshherë themi algebra të jep shumë më shumë se sa kërkon. Për shembull, kërkon të vërtetosh një teorem, por nga ajo teorem rrjedh drejt për drejt një teorem tjetër që është akoma më e vlefshme për një problem krejt tjetër. Pra, unë duhet të them edhe një herë që ju lutem mos i frikoni. Shpeshherë ata frikojnë edhe me ne, edhe me njerëz që merremi të matematikës, na paragjykojnë në një farë mënyre që jo po duken dallojnë nga të tjerët, jo po nuk kanë edhe aq humor, por ama mendoj që matematika është një bukuri që sa më shumë që të kërkosh, aq më shumë të jep. Por është një univers që për mendimin tim nuk ka fund. Por ajo që është më e bukur e kësaj, unë mendoj se çdo problem ka zgjidhje. Faleminderit doktor për rrëfimet tuaja. Çdo të thotë për ju personalisht ëndra amerikane? Ashtu si unë perceptoj termin dhe fjalën ëndra amerikane është se Amerika është një shtet shumë i zhvilluar, është vërtet drejtues ose lider e demokracisë që 1% jashtëzakonisht e madhe e njerëzimit pretendon të vijë këtu. Unë për ta thënë shkurt, e shqip i themi, Amerika të jep mundësinë, kurse suksesin duhet ta kërkosh vetë. Dhe ëndra amerikane secilit është mundësia e madhe për të arritur aty ku ke qëllim, por ama suksesin dhe qëllimet duhet ti kërkosh dhe të punosh fort të arrish deri aty, sepse këtu nuk të fal. Konkurenca është jashtëzakonisht e madhe, kërkesa është jashtëzakonisht e madhe dhe duhet gjithmonë të punosh, të mësosh që të rrish në nivelin e duhur. Përndryshe, këtu është sikur të jesh paranizitori dhe pret kur një ditë do të shkel. Të qenurit shqiptar, çfarë roli ka patur në formimin tuaj, jo vetëm si njeri, por edhe në profesionin tuaj, edhe në komunikim me studentat, në gjithë fushat e jetës? Të qenuri shqiptar ka kënë dhurata më e bukur nga Zoti që ma ka dhënë mua. Sepse, i rritur si shqiptar, jam rritur në një familje shqiptare, në një rreth shqiptar që të pjek të rrit me një karakter shumë të fortë, me një personalitet shumë të mirë, me një sinceritet duke të mësuar se si të jetosh dhe të punosh me nder, dhe si ti besosh
djersës së ballit, dhe si ta vlerësosh atë, si ta respektosh të tjetrin, si punosh për tjetrin në rast se ai ka nevojë, dhe si të ndryshosh jetën dikuj me punën tane të mirë. Dhe vërtet, siç e thash edhe më parë, është llantia më e bukur dhe më e madhe nga Perëndia, nga Zoti që më ka dhënë, që kam lindur shqiptar. Çfarë këshille do të jepni prindërve që e ndjekin këtë emision, që fëmijët e tyre kanë patur dhe kanë vullnet për të vazhduar universitetet në fushën e arsimit edhe në fushat tjera? Në radhë të parë, unë duhet t'i përshëndes të gjithë prindrit në përgjithësi, po në veçanti prindrit shqiptar, dhe duhet të dinë se ne kemi një barë të ranë. Ne si prindrimi mendoj që është puna dhe profesioni më i vështirë në këtë jetë. Neve duhet të bashkëpunojmë shumë me fëmijën tanë, duhet të bisedojmë me ta, duhet të sqarojmë dhe të rrim pranë, të jemi në farë mënyre udhërrëfyes, jo t'i komandojmë, t'ju japim mendimet tona, t'ju japim këshillat tona, dhe asnjëherë mos të mendojmë se jemi të bezdishëm. Neve mund dukemi të bezdishëm nga ata, por në fund të fundit neve jemi ata që marrin përgjegjësinë, nëse ata nuk janë në rrugën e drejtë. Dhe duke punuar shumë me fëmijën tonë për t'i drejtuar në arsimim. Ndoshta, unë pse jam i fushës arsimit, arsimin e quaj, ose edukimin, e quaj gjanë më të bukur dhe më të shtrejtë. Sepse këtë bisedoj edhe me fëmijët e mi, edhe nëse vendos të punosh me plot respekt pastrues, apo të punosh do një punë krahu, nëse je i edukuar dhe i arsimuar, mënyra se si do komunikosh me njerëzit dhe mënyra se si do të pranojnë njerëzit që ti punon, do të jetë shumë më pozitive për ty dhe do të ndihmoj shumë. Pra, le të shkojnë në shkollë, mendoj që shpesher mendojmë, po i futemi një pune që ndoshta na sjell shumë më shumë pare, dhe kohën e edukimit, arsimimit e lëm mas. Për çdo gjë ka kohë. Nëse neve mendojmë dhe besojmë se duke falendëruar, domethënë Zotin për shëndetin, do kemi një jetë normale të gjatë, kemi kohë edhe për punë, kemi kohë edhe për shkollim. Sepse nuk ka kush e di se çka 4 vite, 5 vite, 6 vite, 8 vite, 10 vite ja kushton, dhe pastaj ai fruti që ne si prind e shohim tek suksesi i fëmijëve, mendoj se është fruti më i mirë, më i ëmbël dhe më i kënaqshëm për çdo prind. Pra të punojmë, jo vetëm t'i edukojmë si specialist ose si profesionist, t'i edukojmë edhe si njerëz, të krijojnë dhe të formojnë karakterin njerëzor, të krijojnë dhe të formojnë si shqiptar të ndershëm dhe të besojnë në punën dhe vetëm punën. Në një farë mënyre të mësojmë edhe të kenë durim, sepse jeta nuk është me lule, ka edhe hallet e tjera. Pra, ti drejtojmë nga shkollimi, nga arsimimi, nga dashuria për familjen, nga dashuria për vendlindjen, për adlen, dhe nga respekti për vendin ku jetojnë, dhe për ligjet dhe sistemin ku jetojnë. Dhe normalisht të jenë, dhe më thash, shembulli dhe pasqyra ma mire prindve dhe komit prej gabit. Shumë faleminderit për mesazhin, besoj se ndihmon familjet, ndihmon studentët, sepse ju jeni një person që keni patur dhe keni një sukses të dukshëm në fushën e shkollimit, dhe veçanërisht jeni një shembull i rrallë për komunitetin shqiptar, se si në moshën që keni ardhur, keni arritur të sukseset, gjithashtu të tëra këto janë vetëm me vullnetin dhe me aftësinë tuaj. Unë në fillim ju prezantova doktor profesor si kurse jeni në fushën e matematikës për shkencave eksakte, por ju jeni dhe, do të thosha profesor e doktor, edhe në jetën e përditshme si njeri thjesht. Ju shikon me çifteli në dorë, ju shikon me lahut, ju shikon me bylbyl, ju shikon në veshur me kostumet kombëtare, ju shikon në çdo vend, në çdo aktivitet, çdo të thotë të marrësh pjesë, të jesh aktiv në komunitet kur je emigrant, siç jemi neve.
Unë mendoj që kjo është ndoshta për krah lancës matematike si profesion, të gjitha këto që ti përmende, domethënë, në një farë mënyrë i kam në një peshore dhe peshojnë barabartë. Përmende instrumentin e bilbilit e kam në makinë. Dhe rrugët që shkoj në punë, domethënë, kam një orë rrugë, shpesh herë kur ndalim në trafik, e nxjerr bilbilin dhe i bie rrugës. Unë jam një dashamir shumë i madh i folklorit. Jashtëzakonisht i madh dhe kam marrë pjesë që në moshën, domethënë më kujtohet në klasën e 5, e për herë të parë kam dalë para publikut me çifteli, ka kenë një pashtu nxënës e klasës time, një këngëtare shumë e mirë, shqipe gjonaj atëherë, dhe qenë nga atëherë deri sot nuk u jam da as çiftelis, as tupanës së daullës, as bilbilit, dhe as valës, dhe vërtet kam panderë që të jem pjesë dhe drejtues i shoqërisë kulturore artistike Rapsha në vendlindje për vitet e tëra, edhe kështu me radhë. Dhe po ashtu edhe këtu e ndjej detyrim të jem angazhuar domethënë në komunitet. Unë faktikisht që në momentin që e la domethënë auditorin ose dal nga puna, unë i vishem jetës time private që ka të bëjë me komunitetin, me familjen, me miqtë e mi, me shokët e mi. Dhe shpesh herë në mese kudo që jemi, unë dua që të trajtohem si anton, si njëri që jemi rrit bashkë, kemi jetuar bashkë, domethënë kemi të përbashkët gjuhën, kemi të përbashkët kohën, kemi të përbashkët të gjitha problemet që neve jemi përballuar këtu, dhe me të vërtet jam dashamir i bashkëpunimit dhe jam pjesëmarrës, siç e theksoj, në shumë aktivitete, për çka vërtet falenderoj të gjithë komunitetin shqiptar që më kanë pranuar jashtëzakonisht mirë, ndihem shumë i vlerësuar dhe respektuar, dhe ajo është merit e tyne për vlerësimin dhe vërtet kemi një komunitet jashtëzakonshëm. Pavarësisht se neve mund të mendojmë se mund të kemi ndonjë mangësi, por ju betohem, unë njoh shumë kohë me kam, domethënë studenta nga gjithë, mund të themi, globi dhe me kultura të ndryshme, por ne si kom shqiptar jemi të jashtëzakonshëm. Jemi të jashtëzakonshëm sepse neve e njohim njëri tjetrin edhe në gjuhën e trupit, gjuhën e lëvizjeve, gjuhën e komunikimit, domethënë të bashkëpunimit, jemi aty ku është nevoja për njëri tjetrin, ti vetëm të mendosh për shembull sa aktivitete humanitare bëhen këtu, për shembull vetëm për të ndihmuar vendlindjen ose për të ndihmuar ndonjë këtu, pra ajo vërtet është për tu admiruar dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij komuniteti dhe vërtet e falenderoj për respektin që kanë ndaj meje dhe unë jam borxhi tyre dhe aq sa kam frymë dhe kam mundësi gjithmonë do të jem pranë dhe do të përkrahi me çdo gjë që është e nevojshme, qoftë edhe me një pjesëmarrje, me çifteli, me një valla apo ku më di edhe me një këngë, edhe pse nuk më shkon shumë. Sa rëndësishme është që kështu aktiv, si që jenë komunitet, një pjesë të kohës t'ja kushtosh vendlindjes. Nuk e kam për ju sepse ju keni qenë gjithmonë, keni patur një standard aktiv gjithmonë, por dhe njerëz të tjerë të cilët kanë resurse, por nuk kanë si shkon mendja, ose nuk e bëjnë për arsye të ndryshme. Çfarë do ju thuash? Shumë pajdo me pyetjen dhe me idenë se në qoftë se neve këtu ndihemi komod dhe fatmirësisht një përqindje shumë e madhe mund të them me shqiptarëve që kanë emigruar këtu momentalisht ndodhen në një pozitë të mirë edhe ekonomike dhe domethënë kanë zgjidhur problemin ndoshta në një farë mënyrë të jetës, neve asnjëherë nuk duhet harrojmë se prej nga vim. Sepse një kom që nuk din nga vjen, ai edhe nuk din nga shkon. Unë e di se jetojmë në një shtet ku janë përfshira dhe jetojnë shumë kombe, me kultura të ndryshme, dhe rreziku i asimilimit është jashtëzakonisht i madh,
Dhe asimilimi është gjaja më e lehtë që mund dikush ta bëjë. Por ajo që ne duhet vlerësuar është, duhet të kemi dashuri për gjuhën tonë, për kombin tonë, për vendlindjen tonë, dhe duhet japim kontributin tonë për atë vend. Sepse e kem detyrim. Pra, kudo që jemi, jo vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shqiptarët kudo që janë, s'duhet harruar nga i kemi rënjet, dhe ja kemi borç asaj tokë, sepse ajo tokë është e baballarëve tonë, është e gjyshave tonë, e stërgjyshave tonë, e shqiptarëve autokton, të cilët kanë dhënë jetën, kanë sakrifikuar jetën e tyre dhe nuk kanë gjendje ta shijojnë as edhe një ditë bukur vetëm e vetëm për atë copë stokë që kam jetë. Dhe neve, për ne është e pafalshme. Nëse në një farë mënyre të kyçemi. Unë e them dhe diskutoj me qenë se jam edhe i fushës numrave, e llogaris kështu. Sikur të gjithë ne shqiptarë që jemi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sikur ta dajmë vetëm nga $1 në ditë, ose po le ta dajmë edhe në muaj nga $1, po të gjithë, ama kur themi të gjithë ata të cilët punojnë, dhe kemi domethënë një rrogë, qoftë javore, 2 javore apo mujore, ta ndajmë nga $1, beso neve do kemi fonde që mund të japim kontribut jashtëzakonisht të madh në vendlinjen tonë, sepse mos harrojmë, atje akoma ka njerëz të cilët ndoshta nuk kanë bukë të mjaftueshme ose ushqim të mjaftueshëm. Kemi akoma fëmijë që janë bashkëmoshatarët e fëmijëve tonë, që ndoshta nuk kanë banje, nuk kanë rrymë elektrike të mjaftueshme. Ose kemi akoma bashkëmoshatarë tonë, të cilët nuk mund ta dajnë një ditë apo 5 ditë të vitit të shkojnë në përpushime, domethënë të shljollën pak ta kalojnë atë barrën e vitit. Dhe në këto pika, në këto drejtime, ose mund të kemi shkolla që nuk ka libra të mjaftueshëm, mund të kemi nxënës që nuk ka fletore të mjaftueshëm, nuk ka lapsa të mjaftueshëm, ose kemi, po supozojmë, nxënës të cilët nuk kanë ndoshta as ujë për të larë duar në shkollë, ose mos të flas unë për një autobus për t'i dërguar deri tek shkolla, ose një ushqim, një mëngjes për ta ngrënë. Pra ka shumë rrugë dhe shumë mënyrë që neve mund të kontribojmë. Edhe neve duhet ta bëjmë atë. Pra nuk është diçka që neve të jemi aq komod me vetveten, të themi neve jemi shumë mirë dhe nuk kemi nevojë për tjerë, nuk bëhet vonë se si janë të tjerët përreth. Pra e kemi detyrim njerëzor dhe moral që neve duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Si këtu, nëse ka nevojë, si në vendlindje. Dhe gjithmonë, në çdo vend ku jemi, në çdo vend të punës, në çfarë do pozite që të kemi, të jem ambasador të mirë të shtetit shqiptar dhe të kombit shqiptar. Pra, neve në një farë mënyre e kryejmë atë detyrë, sepse me veprimet e mia të gabuara, ndoshta një rreth jashtëzakonisht i madh mund të krijoj bindje të keqe për krejt kombin tim apo shtetin tim që është i pafashëm. Pra duhet të jemi dhe të kemi shumë kujdes edhe në veprimet tona, edhe në sillet tona, edhe në punët tona, që puna jonë të vlerësohet nga të tjerët dhe në një farë mënyre kombi jonë dhe shteti jonë të marrin ato vlerësimet pozitive, që ata të ndihen faqe bardhë për veprimtarinë tonë. Doktor Lajçaj, falenderit shumë për mesazhet, për gjithçka që trajtove sot. Ju folët shkurt për një jetë gjatë. Po në rrugëtimin tuaj të suksesit, cili ka qenë suporti i lirisë, demokracisë amerikane, i këtij shteti për cilin ne jetojmë sot? Shumë e vërtetë, domethënë, e thash edhe më parë, Shtetet Bashkuara të Amerikës të japin mundësi. Dhe mundësia më e madhe të cilat neve nuk i kemi patur atje, për shembull, për mua ka pas shumë rëndësi që në moshën 34 vjeçare kur kam ardhur, të mendoj të vazhdoj shkollimin dhe të rreshtohem, domethënë, në bankat e universitare, në auditoret universitare, sikur një student që ka kënë, domethënë, i lindur dhe i rritur këtu dem babadem, me të njëjtat kushte. Pra për mua ka qenë një gjë jashtëzakonisht pozitive dhe më ka ndihmuar te mase vetëm ky fakt. Një kohë që një gjë të tillë nuk e ndihen, domethënë, në shtetin, domethënë në vendin prej ka kemi ardhur, sepse po të shkoja unë në moshën time, ndoshta edhe një farë mënyrë do me paragjykonin. Pra,
Kurse përveç asaj tjerë janë programet që ty të mundësojnë edhe për të mbuluar shpenzimet, edhe për të paguar domethënë ato pagesat e cilët duhen. Domethënë ka shumë mënyra, shumë programe, shumë rrugë të cilët vërtet të drejtojnë dhe të mundësojnë domethënë arritjen e ëndrave të çdo njeriu. Nuk është e thënë se çdo njeri mund të jetë i suksesshëm këtu. Unë personalisht ka pas edhe punë të tjera, domethënë kam pas edhe gjëra të tjera në jetë që kam pretenduar domethënë të realizoj, ja kam kushtuar kohën, kam kushtuar punën dhe durimin po ashtu, por nuk janë realizuar. Por ajo që është kryesore që them, çështja e arsimimit, vërtet ka qenë diçka që nuk mendoj se nishte tjetër në moshën që unë kam qenë dhe në rrethanat që kam marrë këtu, ja mundson ose kisha gjetë ato mundësi. Edhe të punoj, edhe të mbaj familjen, edhe të shkollohem dhe të vazhdoj domethënë punën dhe të punësohem kështu me radhë. Pra, fal sistemit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, fal mundësive që ai jep, domethënë një njeri që është lindur në një fshat, është rritur duke ruajt delet, duke miel delet, i themi ne me miel, duke ushqyer lopët, delet e kështu me radhë, dhe duke, domethënë thjesht kaluar nëse mund ta krahasoj në kohën e mesjetës dhe të vijë edhe të para vetes të kenë student që janë domethënë me traditë edukimit, arsimimit, që nesër drejtojnë këtë shtet, domethënë është vërtet një nder i madh, por është edhe merit e një pune të jashtëzakonshme, një durimit shumë të madh, por edhe një merit për krahjes familjes, miqve të mi dhe shokëve të mi, sepse një diplom apo një mundësi të hap derën, kurse familja, dashamirës të ndihmojnë të kalosh pragun. Dhe pastaj kur të kalosh pragun, është në dorën tënde, a do të qëndrosh. Dhe si do të qëndrosh? Do të qëndrosh vetëm me punë, edhe me durim dhe me sakrificë të madhe. Faleminderit. Doktor, cila është ëndra që ju jeni duke punuar? Ëndrat janë të shumta, dhe thash kam pas edhe tjera ëndra, të cilat kam punuar shumë, por nuk janë realizuar asnjëherë. Ëndra më e madhe për mua është që unë tani tutje të kontriboj për familjen, për komunitetin dhe për vendlindjen. Pra, përveç punës si profesionist, që do të vazhdoj të thallohem edhe në studim, edhe në kërkime kështu me radhë, një kohë jashtëzakonisht madhe, unë duhet i kushtoj vetëm komunitetit edhe vendlindjes sime, sepse unë personalisht e ndjej se jam borxhi atij vendit dhe duhet në një farë mënyre të arsyetoj largimin tim nga ai vend i bekuar. Kisha përshtuar edhe në diçka që kuptimi i gjithë kësaj, gjithsesi një konkluzion i gjithë kësaj rruge dhe krejt këtij kalvarit të jetës, megjithse ka shumë tjera pa thënë, dhe unë kërkoj ndjes teleshiquesve tuaj, sepse me të vërtetë do të ishte një urtësi e madhe të flas pak dhe të them shumë, por nuk e kam atë zgjuarsi që të flas pak them shumë, por flas shumë dhe them pak, që suksesi dhe ëndra më e madhe ime është që gjatë punës sime dhe veprimtarisë time, si në profesion, si në jetë e përditshme, të kem mundësi të ndryshoj dikuj qëndrimin dhe jetën për pozitivitet, që një të ardhme ta ketë akoma më mirë, dhe të mbahem mend si një njeri që të thonë filan Fisteku ka qenë ai që me ka ndryshuar trajektorin e jetës nga një drejtim që nuk ka qenë i këndshëm dhe nuk më ka çuar ose sjell në një sukses, në një drejtim tjetër që unë sot ndihem më mirë dhe më respektuar.
Shumë faleminderit, sikur ta kishim bërë me regji këtë mbyllje, pasi vërtet historia juaj e suksesit tregon se ju nuk keni ardhur në këto nivele rastësisht, por keni sakrifikuar, keni kontribuar, jeni një shembull disipline, një shembull i korrektësisë, jeni një shembull i personit që keni studiuar pa kufi dhe keni arritur nivele të larta akademike duke përfituar vetë ju atë ëndër dhe atë keni kapur atë realitet që keni dashur, por dhe komuniteti është krenar me ju, pasi shpesh njerëzit kur mësojnë se ju jeni në universitetin më të mirë të Amerikës, veç mirë nuk kanë kur të këqija, ne kemi provuar miqtë tanë, unë vetë kam provuar mirësinë tuaj dhe shumë pedagogëve të tjerë që janë në këto nivele, pa lidhur me atë që thatë ju pak më parë, juve normalisht vetëm po të marrësh ecurinë tuaj e keni sjell një shembull e një, do të thosha për gjithë familjet shqiptare, se si mundesh të kesh sukses dhe rrugën e suksesit se si realizon, jeni juve një shembull tipik i suksesit dhe unë të falenderoj shumë. Isha i privilegjuar që kisha në bisedë. Vazhdimisht kur ju kam në bisedë jam gjithmonë i kënaqur sepse prezenca juaj është një vlerë e shtuar në televizorin shqiptar të Amerikës. Shikuesit gjithmonë kur jeni ju në televizion na bëjnë telefon, na bëjnë komplimente edhe gjithmonë për mirë, e të falenderoj me shpresë jo vetëm në këtë rast, por dhe herë tjera të takohemi përsëri. Faleminderit juve, edhe jashtëzakonisht e vlerësoj punën tuaj që bani. Jo se neve jemi miq, por unë e vlerësoj punën jashtëzakonshme të juve, Sonika Nivila, bashkëshortes tuaj Valentinës dhe gjithë stafit tuaj, sepse ky televizor vërtet është një jo vetëm dritare, po është një shtëpi e madhe dhe e hapur për të gjithë ne, ku neve edhe mund të shprehim, domethënë, anë pozitive të komunitetit dhe sukseset tona, por ne edhe mund të çajmë hallet. Vërtet ju falenderoj shumë për punën tuaj dhe shpresoj dhe besoj të kemi për jetë gjatë këtu dhe puna juaj është jashtëzakonisht e pachmuar dhe neve si komunitet nuk kemi mundësinë ta shpërblejmë ata çka ju e vërtet veproni dhe bani për komunitetin. Ju falenderoj shumë, edhe një herë duhet të përshëndes dhe duhet të baj me dijet, domethënë edhe bashkëkombëtarëve të mi, që unë thjesht jam një pikë uji në komunitetin dhe jam njeriu jashtëzakonisht më i thjeshtë që mund të ketë dhe me ata që unë di dhe mund të ndihmoj dikën, jam jashtëzakonisht i hapur dhe bashkëpunimi me bashkëkombëtarët e mi është vetëm një privilegj dhe është një nder. Dhe përndryshe edhe një herë ju falenderoj shumë, falenderit teleshiqyesve dhe shpresoj e besoj se në të ardhmen neve do të kemi mundësi edhe si komunitet të kontribuojmë akoma më shumë në ndërtime të tjera për televizionin tonë shqiptar, pra televizionin shqiptarëve të Amerikës. Falenderit shumë për ftesën. Doktor, faleminderit, shikues, ju e dëgjuat doktor Lajçan, ai tha jam një pikuj, por është një oqean dijesh, oqean kontributesh, jo vetëm ne sollëm shumë pak sot nga jeta e tij, por është megjithmend një mrekulli që edhe misioni ëndra amerikane që ai urfeja sot në ato tregime të solli, tregon se suksesi vjen nëpërmjet dijes, vjen nëpërmjet sakrificave dhe është fusha më e mirë që neve mund të ecën të përparojmë neve shqiptarë dhe si komp, jo vetëm në vendlindje, por dhe në emigracion dhe të japim kontributin tonë për çështjen kombëtare shqiptare. Derisa të kemi të ftuar tjetër në emisionin ëndra amerikane, miru pafshim dhe e falenderoj në emrin tuaj doktor, faleminderit. Faleminderit edhe ju. Faleminderit.